Këngëtarja e njohur shqiptare Besa Kokdhima ka kurorzuar dashurinë me partnerin e saj Tedi në një ceremoni intime të zhvilluar më 14 shtator pranë Tiranës. Martesa e saj erdhi si surprizë për publikun pasi Besa e ka mbajtur gjithmonë larg vëmendjes së mediave jetën private. Dasma u organizua në një ambient të ngrohtë dhe familjar ku atmosfera ishte e mbushur me emocione dhe e përqendruar tek dashuria e çiftit. Pavarësisht se është një figurë shumë e njohur, Besa zgjodhi intimitetin dhe privatësinë duke kërkuar nga të ftuarit të mos ndanin foto apo video në rrjetet sociale. Kjo dëshirë për ta jetuar ditën në mënyrë të qetë e bëri ceremoninë edhe më të veçantë. Organizimi u karakterizua nga eleganca dhe stili me dekorime të buta dhe të rafinuara, ndërsa muzika dhe atmosfera krijuan një ndjesi të paharrueshme për të pranishmit. Edhe pse portreti i Tedit nuk është bërë publik, pranë Besës ai shfaqet si mbështetje e fortë dhe e sinqertë. Vetë këngëtarja ka shpërndar disa sinjale simbolike në rrjetet sociale, duke ndarë mesazhe mbi dashurinë dhe fillim të ri. Fancat kanë reaguar me urime të shumta, duke i dëshiruar çiftit jetë të gjatë dhe të lumtur së bashku.